Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Khatamul Enbiya'i vel Mursalin. As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu ve selamu aleyke ya Khatamul Enbiya'i vel Mursalin. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Falemderojmë Allahun Gjeleshanuhu që neve na bëri të mundshme që të arrijmë këtë muaj të agjerimit. Falemderojmë Allahun Gjeleshanuhu që neve na bëri të mundshme të jemi pjesë e këtij ibadeti. Elusim ata subhanahu wa taala që të na bëjë të mundshme që dalim me mëshirën e Atij subhanahu wa taala fitimtar në fund të këtij muaji të agjerimit. Të nderuar vëllezër, i nderuar ummet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ne vazhdojmë me temën e cila ka të bëjë me karakteret e muslimanëve, gjithsesi bot kuptimin edhe perceptimin e tyre rreth muajit të agjerimit. Dhe në të kaluarën folëm për di grupe të njerëzve të cilët kanë perceptime të ndryshme të gabuara për muajin e agjerimit. Inshallah, edhe në këtë ligjërat flasim diçka për grupin e tretë, e që besoj se shumica e popullit tonë është në këtë grup. Ne fillimisht e lutim Allahun Gjeleshanu që ne të dalim prej këtu. Fillimisht e lutim Allahun Gjeleshanu që neve të na ndroj bot kuptimin e karakterit ton për agjerimin. E lutim Allahun Gjeleshanu që neve të na udhëzojë në të vërtetën, dhe lutim Allahun Gjeleshanu që ne muajin e Ramazanit ta kuptojmë drejt edhe karakteri jon, karshi Ramazanit qet i drejtë dhe i qartë. Grupi i tretë që përmendëm në ligjëratën e kaluar janë ata të cilët e kuptojnë agjerimin si uri gjatë ditës edhe ngopje gjatë natës, e që esenca e agjerimit nuk është kjo. Do të thonë, kuptojnë agjerimin si uri gjatë ditës me gjitha akuzat edhe me gjitha ankesat, sot isha i uritur, sot isha i jetur, sot e përjetova lodhje kështu me radhë. Do të thonë, e përjetojnë agjerimin si uri gjatë ditës edhe ushqim edhe ngopje gjatë natës, lexim formal të Kur'anit, pastaj qëndrim dhe fjetje në për shtëpi ose xhami, dhe një numër i konsideruar i muslimanëve kur marrin pjesë në xhami, duke perceptuar me karakterin e tyre të ulët ditën e agjerimit, shfrytëzojnë për kotje edhe të ashtu quajtur lodhje agjëruese këtë lloj të pushimit, e që kjo nga ky koncept dhe nga ky karakteri muslimanit nuk është dobia esenciale e agjerimit. Sepse ki musliman, edhe ki grupi muslimanve, edhe i muslimanve nuk përjetojnë esencialen, nuk shfrytëzojnë esencialen, nuk marrin esencialen, nuk marrin porosin kryesore të muajit të agjerimit, nuk marrin mesazhin e tij të qartë. Karakterin e tyre nuk kanë regjistruar atë të cilën Allahu Gjeleshanuhu wa Gjelle Gjelalu e shpallën në Kur'anin e Kerim, nuk marrin mësim prej shkollës së përkryer të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, nuk e marrin model karakterin e tij agjerues, nuk e marrin model karakterin e tij perceptues të lartë gjatë muajit të Ramazanit, nuk marrin për model para përgatitjet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam për muajin e Ramazanit, edhe nuk perceptojnë si mësuesi jon i dashur edhe drita e zemrës edhe veprave tona Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam bot kuptimin e muajit të Ramazanit. Pra, esencialja e Ramazanit është përtrirja e besimit, përtrirja e veprave të mira, devotshmëria, takvalloku. Do të thonë, muaji i Ramazanit, karakterin e muslimanit nuk duhet të kuptohet vetëm si uri gjatë ditës edhe ngopje gjatë natës, por i përtritje e besimit, rikthim në vetvete, startim me vetveten ka e mira, ka dobi përursja edhe ka shpëtimi. Pastaj nuk e kuptojnë muajin e Ramazanit, nuk e marrin esencialen me këto që mendojnë kështu prej muajit të Ramazanit si përforcim të shpirtit. Natyrisht në përditshmëri shpirti dobësohet, lodhet, edhe ka anomali të ndryshme, kështu që muslimanin muajit të Ramazanit në karakterin e tij, do të thonë, duhet të ketë synim. Këtë ibadet të Allahu Gjeleshanu ta kuptoj si përforcim shpirtëror mos dorëzues, që të kompletoj fiziken me shpirtëroren edhe ta ketë personalitetin e tij të kompletuar. Pastaj duhet ta kuptoj muajin e Ramazanit si edukat morale të përhershme, sepse është këshilltar fisnik, është këshilltar i mirë, është
Dhe më thonë muaj Ramazanit prijes i moralet, sepse muslimanin e para pregadit në një stad në të cilën edhe nuk dorëzohet, në të cilën virtyti i tij i besimit, ngritja shpirtërore, edhe morali i tij janë tri çështje esenciale të cilët e kompletojnë muslimanin në muaj të Ramazanit. Pastaj ata të cilët mendojnë kështu nuk kanë për synim muaj të Ramazanit vazhdimin në një jetë më të bërkryer. Pra duhet të ketë kujdes çdo musliman, edhe muslimanet, që muajin e Ramazanit mos ta kuptojnë vetëm si abstenim nga ushqimi edhe pija gjatë ditës, edhe ushqim të bollshëm edhe ngopje gjatë natës, sepse esenca, poenta, mesazhi kryesor i Ramazanit, porosia kryesore e Ramazanit, roli i Ramazanit në karakterin e individit edhe shoqërinë islame në tërësi nuk është kjo. Ne ndalemi edhe te grupi i katërt me qëllim që të qartësojmë disa çështje esenciale, cili është roli i ndikimit të Ramazanit në karakterin e individit edhe shoqërisë islame në përgjithësi. Në radhë të parë duhet ta kemi të qartë, Ramazani është epicentër për përforcimin e fuqive shpirtërore. Dhe me thonë, në qoftë se shpirti jonë ka nevoj për përforcime, në qoftë se shpirti jonë në përditshmëri çalon, edhe ne dërgojmë shpirtin për ta përforcuar edhe për t'i dhënë fuqinë shpirtërore nga një qendër në një qendër tjetër, atëherë siç është namazi, siç është zakati, siç është haxhi, atëherë muaji Ramazanit në formimin e karakterit perfeksional të individit apo karaktereve në shoqërinë islame është epicentër e forcimit të fuqive shpirtërore. Sepse muaji Ramazanit në radhë të parë nuk na armatos me dorëzim, na armatos me fuqi, në nëzit që ta duam lirin. Dhe më thonë, muaji Ramazanit në karakterin ton luan një rol esencial, i cili në radhë parë në armatos me fuqi shpirtërore jo dorëzuese dhe në nëzit ta duam lirin prej robrive të ndryshme. Pastaj Ramazani në esencë shpirtin e devijuar, karakterin individual të një personi të devijuar, edhe karakterin shoqëror, e që në raste dhe rrethana të caktuara devijon si kolektiv, atëherë muaji Ramazanit i adhuron individit, karakterit individual ose karaktereve shoqërore të vërtetën, fuqinë edhe lirin. Historia e muslimanëve e bazuar nga ki kanë vështrim në qoftë se kthehemi në historinë e vjetër ose të kaluarën edhe historinë e re të muslimanëve, do të shohim se muaji Ramazanit në karakterin individual dhe karakterin shoqëror të muslimanit ka luajtur rol të rëndësishëm edhe vazhdon të luajë rol të rëndësishëm, i cili rol në karakterin e muslimanit ose në shoqërinë islame është i paszaventuar me asnjë rol luajtës tjetër. Në qoftë se bëjmë një analizë, një ndodhje që ka ndodhur në muajin e Ramazanit, dhe në qoftë se bëjmë një analizë, një rasti ose betejë që ka ndodhur në muajin e Ramazanit, pikërisht në 17 të muajit të Ramazanit, betejë së Bedrit, hasim në çështje mes karakterit dhe karakterit. Karakterit të jo agjëruesit dhe karakterit të agjëruesit. Karakterit të paedukuar shpirtëror edhe karakterit të edukuar shpirtëror, hasim mes karakterit të dorëzuar edhe karakterit të edukuar shpirtëror, i armatosur me fuqinë e agjerimit, edhe i armatosur me të vërtetën e agjerimit, edhe i armatosur me lirinë e agjerimit, e që rezultati i parë i këtij karakteri vjen, domethënë ku muslimanët sfidojnë, nënshtrojnë, poshtin, mundin, pa besimtarët, pavarësisht numrit të tyre, edhe pavarësisht para pregaditjeve të tyre, pavarësisht armatimit të tyre, pavarësisht kapitalit të tyre, pavarësisht motivimeve të ndryshme të tyre, sepse karakteret e muslimanëve në betejën e Bedër kishin një motivim sublim, që është karakteri agjërues, që është karakteri fuqisë, që është karakteri lirisë, edhe që është karakter i fuqisë, i cili është edukuar aspektin shpirtëror dhe fizik në epicendrën edukuese të gjitha edukimeve që e ka emrin muaji i Ramazanit ose ibadet i muajit të Ramazanit. Gjithashtu,
nevoja jonë për njerëz të këtilla është shumë e madhe. Do të thonë, në përditshmëri hasim se karakteret e muslimanëve edhe në jetën e përditshme shoqërore janë jo stabile. Nuk ke kujt t'i besosh, nuk ke te kush të mbështetesh, nuk ke qëndrim qartë, edhe nuk ke qëndrim pas deklaratës, sa që besoj vëllezër dhe motra të dashura se jemi në ujdi, se me shumicën e muslimanëve ne ankojmë njëri tjetrin, u humb besa, u humb mbajtja e fjalës, u humb njerëzia, u humb dinjiteti, u humb karakteri kështu me radhë. E që ilaçin për këtë çështje, nevoja jonë për njerëz të këtill, domethënë stabil, edhe të qëndrueshëm, është më së e nevojshme se kur. Atëherë, na bie që ta rikthejmë karakterin tonë dhe të bëhemi prej atyre të cilët ne nënshtrohemi mujt Ramazanit, edukatës së tij, perceptimit të tij, edhe që ki karakter i mujt Ramazanit neve të na kompletoj dhe të na bëj për atyre të cilët do të kemi kujdes në përditshmëri që mujin e agjerimit ta kuptojmë drejt. Në qoftë se ne mendojmë se muji Ramazanit është ditë të caktuara, e që është e ligjësuar në Kur'anin e Kerim e jamun ma'dudat, ditë të numëruara ose të caktuara, për ka aspekti normativ legislativ është në rregull, ndërsa për ka aspekti i formimit të karakterit, të përhershëm muji Ramazanit nuk ka ditë të numëruara as ditë të caktuara, është reformë esenciale e cila duhet të vazhdoj edhe pas ditëve të numëruara, domethënë që ne të qëndrojmë me karakterin, edhe mesazhet, edhe qartësinë, edhe mësimet, edhe kompletimet në këtë epiqendër që quhet Ramazan. Përndryshe, ka porositur Resulullah sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij të ndershëm, 5 grupe të njerëzve është dëshmi se nuk është pranuar ibadeti ose vepra e tyre, njëri grup për atyre është agjëruesit të cilëve u përfundon muji i agjërimit e nuk ndryshojnë për ka karakteri i tyre në aspekt pozitiv. Për shembull, në qoftë se një njeri në përditshmërinë e tij është i njohur si karakter negativ, ose një shoqëri në përditshmërinë e saj është regjistruar me karaktere negative, e që arrin muajin e Ramazanit, edukojnë karakterin e tyre, edhe hinë në këtë epiqendër të edukatës shpirtërore dhe nuk ndryshojnë, pas përfundimit të muajit Ramazanit, as sinjal edhe qartësi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këtij individi ose kësaj shoqërie muaji i agjërimit nuk i është pranuar. Po të ishte i pranuar, domethënë do të ndikonte në karakterin e tij, në edukatën e tij shpirtërore dhe fizike, në përmirësimin e veprave të tij, në menjanimin nga rrena, nga tradhtia, nga mashtrimet, në menjanimin e harameve, nga lakuritësia, zinaja edhe veprat e irrituara, nga tradhtit ose mashtrimet ekonomike, edhe nga veprimi i veprave të ndaluara si fajja e kështu me radhë. Domethënë, në qoftë se në një individ edhe në një shoqëri, karakterin e përgjithshëm të shoqërisë ose të individit muji Ramazanit nuk e përmirëson, atëherë na bëhet e qartë se kjo shoqëri ose ky individ nuk e ka kuptuar mesazhin e qartë të muajit të agjërimit, e aq më pak ka qenë i kujdesshëm në perceptimin e tij për muajin e agjërimit, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithsesi falni Allahu xhaleshanu në hadithin kutsi thot, Allahu xhaleshanu nuk ka dobi prej largimit ose abstenimit nga haja edhe pija, e një njeriu në qoftë se nuk është i përkushtuar në ibadetin e Allahu xhaleshanu, gjithsesi në qoftë se karakteri i tij nuk është nënshtruar dhe edukuar plotësisht në muajin e agjërimit. Do të thonë, nuk ka dobi ai i cili vetëm se abstenon nga haja edhe pija. Gjithashtu të nderuar vëllezër, ne duhet ta kemi qartë në karakterin ton, do të thonë që ta kuptojmë muajin e Ramazanit ashtu siç e ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se fillimi i tij është mëshirë, mesi i tij është falje dhe inshallah fundi i muajit Ramazanit është mbrojtje prej zjarrit të xhenemit. Nga kikën vështrim, muslimani duhet ta kuptojë qartë edhe drejt muajin e Ramazanit, të ketë bindje në karakterin e tij të plot, edhe ta edukoj karakterin e tij. Paramendoni sa i përkryer do të ishte karakteri një muslimanit nëse me bindje të plot e pret fillimin e muajit të agjërimit mëshirë nga ana Allahu xhaleshanu, mesin e tij falje edhe fundin e tij inshallah mbrojtje prej zjarrit të xhenemit. Gjithashtu hadithin e Resulullah sallallahu alaihi wasallam
që ka thonë kush agjeron muajin e Ramazanit me bindje të plot edhe devotshmëri edhe kënaqësi i falen me mëkatet e bëra. Ne lutim Allahun xhaleshanu që ne vetë na bëj për atyre të cilët muajin e Ramazanit e presim me këto cilësi edhe veti, inshallah Allahu xhaleshanu nuk na bën prej grupeve të lartë përmendura të rit parat. Inshallah ne muajin e agjerimit e kuptojmë muaj të edukatës, muaj të moralit, të edukatës sonë shpirtërore. E kuptojmë si pastrim prej harameve, largim, distancim prej veprave të irrituara, inshallah e pranojmë edukatën atij. Lutim Allahun xhaleshanu që edhe këtë ditë të agjerimit inshallah Allahu xhaleshanu na i pranon. Lutim Allahun xhaleshanu që veprat e mira që i kemi bën gjatë kësaj dite të agjerimit inshallah Allahu xhaleshanu na i pranon edhe shumëfishon. Lutim Allahun xhaleshanu që ta shtoj takvallëkun edhe devotshmërinë edhe bereqetin edhe mirësitë e Ramazanit në familjet tona. Lutim Allahun xhaleshanu që neve na bëj për atyre të cilët shpërblehemi edhe inshallah Allahu xhaleshanu na bën të mundshëm që dalim si banor të xhenetit fund të Ramazanit, duke lutur Allahun xhaleshanu që të smurit të shiron, duke lutur Allahun xhaleshanu që të varfurit me furnizimet edhe begatit e tij të furnizon. Lutim Allahun xhaleshanu që ushtarët që janë në rrugë të Allahut xhaleshanu t'i bëj fitimtar. Lutim Allahun xhaleshanu ata të cilët janë shpërngulur në botën e ahiretit t'i bëj prej banorëve të xhenetit. Lutim Allahun xhaleshanu që neve na i shtoj të mirat në këtë botë, e mira jon e përhershme dhe e përgjithshme është karakteri jon i mirë edhe vetdia jon për Islamin. Lutim Allahun xhaleshanu të na i shtoj dashurinë ndaj Islamit dhe inshallah Allahu xhaleshanu na bën prej banorëve të xhenetit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.